Socialistët japën rrugë legalizimit të lobimit, duke miratuar në Komisionin e Ligjeve rregullat të qarta mbi ushtrimin e kësaj veprimtarie në Shqipëri. Për herë të parë, lobimi do të mund të ushtrohet vetëm nga persona fizik apo juridik të regjistruar në një regjistër të posaçëm të lobimit, që do të administrohet nga Komisioneri për të drejtën e informimit. Përmes krijimit të regjistrit të lobimit, do të publikohet një informacion i qartë dhe sistematik mbi atë se kush lobon, në emër të kujt lobon dhe për çfarë çështjes dhe me cilat institucione apo zyrtar publik zhvillohen këto kontakte. Synon të vendosë një ndarje të qartë midis veprimtarisë së lobimit si një mekanizëm i strukturuar, i zhvilluar kundrejt një pagese dhe një kontrate dhe veprimtarive të tjera të pjesëmarrjes demokratike në qeverisje, sikurse është aktivizmi qytetar, pjesëmarrja në konsultime publike e organizatave të shoqërisë civile ose iniciativat qytetare. Ligji parashikon masa apo sanksione administrative në rast shkeljesh, ndërsa përjashtohen nga lobimi ato individ të cilët janë dënuar për vepra penale të rënda, kanë detyrime tatimore të pashlyera apo janë në proces falimentimi apo likuidimi. Persona që janë dënuar për korrupsion, pastrim parash apo mashtrim nuk mund të ushtrojnë lobim për një periudhë 5 vjeçare nga përfundimi i dënimit. Projekt ligji është përmbushje të angazhimeve që burojnë nga grup kapitulli i themeloreve në procesin e negociatave me Komisionin Evropian. Ky ligj synon që të rrisë ndjeshëm transparencën në proceset vendimarrëse, të forcojë besimin e qytetarëve ndaj institucioneve publike dhe, sikurse përmenda, synon që të vendosë tjetër shtyllë në rangun e atyre iniciativave që ne kemi ndërmarrë për të forcuar të gjithë mekanizmat antikorrupsion në kuadër procesit integrimit të negociatave.